Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një njeri të shquar, një doktor të shquar që ju e doni shumë, e keni shumë për zemër, edhe unë e kam për zemër. Është doktor Shkëlqim Balili. Mirë se erdhe. Ju falenderoj. Ju falenderoj dhe edhe unë jam shumë i kënaqur që kam ardhur këtu, kam një kënaqësi të madhe dhe ju vlerësoj juve që jepni informacione shumë të vlefshme për jetën. Unë doja të vështirësoj pak mbasditjen e sotme, duke u bërë ca pyetje jo si të gjithë të tjerëve. Ju flisni për fertilitetin femëror në shumë në rasteve. Fertilitet mashkullor kemi? Që natyrisht ka ngelur me atë traditën që në të gjitha rastet kur një çift nuk lindte, të gjithë fajin shkakun ja jepnin gruas. E kishte ajo. Ndërsa në fakt shkenca dhe të punimet e kohëve të fundit vërtetojnë që çifti, meshkujt dhe gratë janë pothuajse të barabartë në shkaqet që nuk arrihet shëndzania. Unë do t'ju them diçka, nëse do t'i thosha dikujt se ç'është shtatzania, atëre do prisja një përgjigje që është një grua shtatzane, është një grua që ka një fëmijë dhe që do lindi, është një shtatzani apo diçka tjetër. Ndërsa në realitet, nëse unë shkruaj shtatzani, kjo barazohet me një terminologji që edhe në shkencë edhe në Shqip quhet hormon. Dhe kjo vërteton që shtatzania është një gjendje fiziologjike e gruas e veçantë të jetës saj, që karakterizohet me ndryshime të thella hormonale, hormonet e ciklit menstrual dhe hormonet e reja që krijohen gjatë shtatzanisë dhe në një unitet dhe në një komunikim të jashtëzakonshëm, i cili bën zhvillimin e embrionit, të fetusit dhe të foshnjës që del 4 kg. Dhe është pak manitse. 2 qeliza që nuk duken me sy. Një qeliz baba, një qeliz mama bashkohen dhe unifikohen dhe krijojnë një jetë të re, krijojnë një embrion të ri, një njeri të ri, dhe kjo është fantastike, kur nga këto 2 qeliza del një organizëm, një fetus që jeton në ambientin e jashtëm 4 kg. Po flisim tek fertiliteti i meshkujve. Ka meshkuj të cilët janë të paaft, pavarësisht se kanë mundësinë për të bërë atë që i themin e spermicitje. A kanë aftësi ata të bëjnë prindër? Kush e përcakton? Çfarë ndodh tek ata? Sot shkenca ka vërtetuar plotësisht që meshkujt janë faktor të rëndësishëm të shtatzanisë bashkë me partnerën e tyre, me gruan, dhe se te meshkujt ka shumë studime, por përgjithsisht ka një balancë 50-50. Mendimi para pak kohësh ka qenë 40% burrat dhe 60% gratë. Janë fajtor. Ka studime që thonë 1/3 është gruaja, 1/3 është burri dhe një pjesë që ngelet idiopatike nuk zbulohet. Por faktikisht unë kam konstatuar vetë që shtatzania dhe suksesi i arritjes së shtatzanisë natyrisht që varet në 50-50 dhe nga mashkulli. Dhe ne kemi në përgjithësi në Shqipëri një problem shumë të madh që është infertiliteti, pastësia për të bërë shtatzan. Dhe një ndër faktorët kryesor në të dy sekset, në të dy çiftet, është koha, është mosha. Dhe ky është fakt shkencor. Meshkujt janë më të lehtë për të diagnostikuar dhe për të trajtuar.
gratë dhe femrat e kanë ovulacionin edhe fertilitetin pak më vështirë. Por, meshkujt kanë një gjë, e quajnë veten që s'kanë probleme, Janë pjellor. sepse janë pjellor, sepse kanë aktivitetin seksual e tjera, nuk e ndjejnë veten të smur, por praktikisht shëndeti riprodhues është një gjë e veçantë e tyre. Dhe ne kemi një studim në cilin ne arrim të themi që rreth 40% e meshkujve janë të paftë. Dhe edhe kjo desha të them, është vënë re që nga mosha 40 fillon dhe bie. Sperma fillon dhe bie. Fuqia. Dhe një burr 40 vjeç, natyrisht që mund të lindi, por ka shumë rrezik që fëmia e tij të ketë autizëm, që fëmia e tij të ketë skizofreni, të ketë probleme të lindjes genetike, keqformime, në krahasim me një djalë që është 20 vjeç ose 25 vjeç. Po, këtu tek ne kemi kush do t'i ndjek këta njerëz ose kush i ndjek? Andrologu, kush i ndjek? Kjo është pak interesante. Nëse në shkencë është vërtetuar që gratë kanë një ginekolog, Po, burrat janë ngellë të zbuluar. s'kan androlog. Dhe ne fatkeqësisht në Tiranë kemi vetëm një androlog. Por për të gjitha problemet që kanë në drejtim të fertilitetit meshkujt, Po, që do t'i citojmë ndoshta çik më vonë, kush i mbulon? janë të mbështetur te urologjia, te mjeku urolog. Ndërsa unë do thosha që është e domosdoshme që trajtimi i infertilitetit mashkullor duhet të bëhet nga profesionist Androlog. endokrinolog të riprodhimit. Sepse Nuk kemi. Sepse shtatzania dhe fertiliteti është hormonologji. Unë do t'ju them diçka. Trupi njeriut është i formuar nga 50 trilion qeliza. Dhe këto 50 trilion qeliza janë në një komunikim të përhershëm në sajt të hormoneve, të gjendrave endokrine, të hipofizës, të hipotalamusit, të tiroides, të gjendrat mbiveshkore, të vezoreve, të testeve, të pankreasit e tjera, dhe të cilat kanë një komunikim, dhe ky komunikim është perfekt, dhe ky është eksakt që ne jemi çdo sekond që flem dhe që jemi zgjuar, jemi të shëndetshëm. Nëse ky komunikim prishet, atëherë problemet janë të jashtëzakonshme. Unë do t'ju them një gjë. Komunikimi në një familje me burrin ose me djalin ose me drejtorin jashtë është problem. Jo 50 trilion qelizat mos komunikojnë. Një fakt është, nëse një njeri kalon një stres, natyrisht unë mendoj që stresi duhet të jetë jo kronik, jo gjithë ditën mbi kokë, duhet ulet. Dhe duhet ulet duke lëvizur, duke bërë një punë, duke shkuar në ditë. Sepse ka një gjë, stresi është një shprehje që thuhet, stresi është kripa e jetës dhe puthja e vdekjes. Dhe stresi ka një gjë, nëse ekziston, vepron direkt në gjendrat mbiveshkore, prodhohet kortizoli, dhe ky kortizol që quhet hormoni i stresit, jep një ulje të menjëhershme të progesteronit, një çrregullim të tiroides, një çrregullim të insulinës e tjera hormonet. Kështu që në problematikën që hormonet janë esenca kryesore e shtatzanisë, e gjithë shtatzane, tek meshkujt shpesh herë ka probleme serioze, që janë mbi pesha, që është mosha, këto janë faktorë të cilët japin një ulje, dhe pastaj në një vizit 3 problemet janë kryesore të meshkujve. Problemi parë është ereksioni, problemi dytë ejakulacioni i hershëm dhe problemet në sperma. Dhe sperma është një lëndë substancë e cila është e formuar nga lëngu spermatik, nga gjendra seminale dhe në të cilat mbijeton dhe ka adaptimin mjedisit e plot për të jetuar spermatozoidi. Një mashkull çdo sekond prodhon 300.000
dhe në një marrëdhënie seksuale hedh 300 milion. 300 milion 300 milion. spermatozoid. Spermatozoid. Që Dhe ne në sperm shikojmë 5 pika. Shikojmë sasin, shikojmë lëvizshmërinë, shikojmë morfologjinë, shikojmë jetëgjatësinë, shikojmë dhe infeksionin. Dhe një mashkull duhet të marrë notën 10. Dhe unë kohët e fundit kam parë disa të cilët më kanë ardhur me lëvizje të shpejt 0. Dhe mbi 70% gjysma të palëvizshëm, gjysma me lëvizje progresive, të ngadaltë. Këta nuk kanë arrin. Pra, një mashkull duhet të hedhë mbi 50 milion në fushë të mikroskopit, dhe 75% duhet të jenë të shpejt. Bile them në njërë unë, jo them, që spermatozoide do të jenë marinës amerikanë. Dhe duhet të jenë shumë të shpejtë. Po këta marinësat, si mund të me ilaçe, me çfarë mund ta gjallëroj këtë? Po, kjo mund të gjallërohet. Natyrisht është pak e vështirë, nuk mund të themi që gjithkush mund ta bëj? Gjithkush e fiton këtë betejë? Sepse problemet janë kryesisht hormonale, janë psikologjike. Për shembull, t'ju them njerëz, një mashkull që nuk ka ereksion ose që ka një ekulacion prekoks të hershëm, ka një shqetësim të heshtur. Ka një problem i cili në njëre bën më të veçantë, më duhet, sepse nuk është në momentin që duhet. Nuk ka fiziologji duhet, nuk ka biologji që duhet. Dhe kjo duhet të diagnostikohet, dhe duhet shikohet. Sepse këtë ka dhe një tjetër. Nuk është vetëm problemi i shtatzanisë. Sepse nëse nuk arrin të bësh një shtatzani, mund të shkosh të bësh një fekondacion in vitro. Por fekondacion in vitro, këtu ka ne 20% e ka suksesin. Dhe plus asaj, nëse sperma dhe nëse vezorja nuk janë cilësisht biologjikisht të shëndoshëm, atëre gruaja 7 javë, 6 javë avorton, ose del me probleme gjatë shtatzanisë. Pra, problemi është të krijohet ovulacioni i vezës, të krijohet fekondimi, pastaj zhvillimi i embrionit dhe ecuria e një shtatzanie të suksesshme deri në fund. Okej. Brenda kësaj le të flasim. Ju keni bërë një studim të fundit, më thatë, lidhur me ato gratë diabetike. Po. Më thuaj 2 fjalë më shumë rreth kësaj. Atëre, diabeti i shtatzanisë është një sëmundje endokrine, e cila nuk ka të bëjë fare me diabetin që njohim jashtë. Dhe shfaqet vetëm atë kohë që pra, gruaja është një gjendje që vjen gjatë shtatzanisë. Dhe i mbetet? Dhe nuk ka asnjë lidhje me diabetin që flitet. Të grupit 1, që t'ja u them, janë disa lloj diabetesh. Po. Atëre, diabeti i parë quhet diabeti insulinobartës, ose diabeti tip 1 që i thonë, ku është tipi i fëmijërisë, tipi i adoleshencës, moshë e re, dhe që tregon që kapaciteti ekskretor i pankrasit është i dobët, është i pakët, dhe në këto raste, natyrisht që shfaqet hiperglicemi, sepse mungon insulina, dhe për këtë arsye shfaqet ai që quhet diabet tip 1 dhe kërkon insulinë. Ndërsa diabeti tip 2 është diabeti i moshës adulte, mbi 40-45 vjeç, i cili vjen nga ngarkesa, vjen nga ushqimet, vjen nga obeziteti, ose nga problematikat e ushqimit, dhe bën që ky pankras i lodhur nuk prodhon dot insulinë. Gjendja e diabetit lidhet me një hormon shumë veçantë quhet insulinë. Insulina prodhohet në pankras nga ishkujt e Langerhansit. Dhe insulina është qelsi i bravës për të gjitha qelizat e trupit që të hapen, që futet glukoza, sepse ka një fakt. Çfarë do lloj ushqimi që futim në gojë? Sa po e vëmë në gojë? Glukoza thithet që në gojë,
Dhe me njëherë reflekset shkojnë pankreas dhe pankrasi prodhon glukozë, prodhon insulin. Nëse kjo insulin nuk është e aftë, në shumë raste qelizat i mbyllit derën dhe kemi hiperinsulinemi, kemi dhe hiperglisemi, sepse ngelet glukoza jashtë. Glukoza është energjia e trupit dhe duhet të futet të digjet brenda një qelizë. Qeliza ka disa organela të vogla që janë jetike për njeriu, që japin jetën, vitalitetin, japin plaken, që quhen mitokondriat. Dhe këto mitokondrie e japin djegjen. Dhe në sajt të këtyre, neve bëjmë ekuilibrin dhe jetojmë dhe kemi gjitha gjëra. Ndërsa, në diabetin tip 2, që mungon kjo, atëre krijohet një hiperglisemi. Dhe këta e kanë zakonisht njerëzit që janë obez, njerëzit që përdorin ushqime, njerëzit që kanë faktor të tjerë, trauma, stres. Dhe diabeti tret është diabeti endokrin, dhe në fund është diabeti insipid, që pi 20 litra ujë, është nga hipofizi, nga truri, dhe është dhe diabeti gestacionel, ose i shtatzanis. Dhe diabeti gestacionel është kur në 24-28 javë, në një ekzaminim të gjakut, del një glisemi e lartë, që s'ka lidhje fare me, ka një lidhje historike, në qoftë se ajo vajza ka baban diabetik, nën diabetike. Kjo i mbetet gjatë gjithë jetës pastaj zonjës, gruas? Kjo gjendje diabetit, tek një grua, që shfaqet një diabet, unë vetë kam bërë screeningun e kësaj. Dhe mande dhe tani, në këtë klinikë ku jam tani, kam thënë që mundësisht të gjitha gratë që janë shtatzane dhe që janë 24-28 javë, duhet vinë të bëjt testin e ngarkesës për diagnostikuar diabetin e shtatzanisë. Sepse vetë shtatzania, që prodhon hormone placenta, është një gjendje endokrine, është diabetogene, krijon diabetin, krijon sheqerin gjak. Dhe në këtë kontekst, diagnoza vjet nëse në një grua që shtatzan 24-28 javë, ne japim esëll në çdo moment kohës 50 gram sheqer. Dhe pas një ore, 60 minutash, ne marrim një vlerë gjaku. Nëse kjo del mbi 140, atëre do bëj testin e tolerancës dhe do ri 3 ditë duke ngrënë ushqime të zakonshme dhe mbas një agjerimi 12 orë do vi dhe çpon 4 herë. Dhe nëse 2 vlerat dalin më të larta, quhet diabeti i shtatzanisë. Dhe kjo ka një nocion të jashtëzakonshëm, sepse në 3 muajin e parë jep 100 ndërlikime diabeti. Dhe jep probleme të jashtëzakonshme te fëmia, sepse ndodh një gjë, shtrati i fëmijës ose placenta, që është organi endokrin i shtatzanisë, e lejon glukozën të ikë. Dakor. Dhe kjo glukozë që ikën nga nëna krijon diabetin e shtatzanisë. Krijon një gjendje ku zhvillohet indi dhe amor dhe fëmia mund të vdesë në barkun e nënës. Fëmijë me diabet lindin? Fëmijët me diabet lindin mund të dalin? Fëmijët me diabet do lindin vetëm me një kusht. Në qoftë se gruaja ndiqet në mënyrë rigoroze, në qoftë se normoglicemia ose glicemia e gruas është gjithmonë normale, atëherë mund të lindi vetë, sepse në përgjithësi fëmijët kanë shumë probleme të mëdha, dalin me peshë të madhe dhe para vjetësh gjithmonë janë operuar sepse ishin mbi 4 kg. Dhe me keqja ishte që kur ne lindte fëmia dhe ne i vinim gëshërën kërthizës, atëherë me njëherë fëmia binte në hipoglicemi, sepse mungonte insulina dhe binte sheqeri. Dhe shumë probleme tjera. Dakor. Shumë gra kalojnë ato që kalojnë, është rritur kanceri tonë, e gratë, Po. është rritur shumë. Sa, sipas jush, luan rol psikologjia tek kanceri grave? Sepse shqetësojnë, unë kam patur rastin të kem të ndjek zonja, të cilat jo në kushte e shtatzanie, por kur del me kancer ato jetojnë një dramë të madhe psikologjike shumë të fuqishme kur marrin vesh janë me kancer. Është vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Kjo është një pyetje shumë interesante dhe unë po ju them një gjë.
Sot, gratë, shëndeti femëror, po kalon një sëmundje të tmerrshme, një sëmundje të rrezikshme, e cila nuk ka ekzistuar 40 vjet përpara. Dhe kjo sëmundje e rrezikshme vjen vetëm nga hormonat. Sepse gratë sot, Ju flisni për gratë në Shqipëri? gratë në Shqipëri dhe në botë dhe në planet. Sepse te këto shfaqet në mënyra të ndryshme dhe në gratë të ndryshme, dhe ku është rrezikshmëria? Një njeri që del me kancer pson një traumë. Të gjitha llojet e kancereve janë të frikshëm. Dhe po kaq e rëndë është nga ana emocionale dhe psikologjike kur del me diabet, kur ketë çrregullim mendore, kur shkon drejt Alzheimerit, kur je me hipertension dhe shkoj drejt atakut të zëmës, kur je me hiperlipidemi dhe shkon drejt goditjes së trurit. Të gjitha këto vinë dhe janë shtuar kohët e fundit nga disa preparate kimike që quhen ksenoestrogen dhe që ndodhen në pesticide, fungicide, herbicide, në detergjentet, në proceset e bukurisë, në proceset e kozmetikës, te plastika, dhe këto prodhojnë një lëndë estrogenike. Do t'ju them dhe gjë një parantezë, estrogeni është hormoni kryesor femëror, që mban sytë e shkëlqyeshëm, që mban lëkurën, që mban flokët, që mban gjoksin, që mban vithet, që mban formën, që jep energjinë. Por, nëse ky aktor, janë dy aktor, estrogeni i zhveshur me të kuqe dhe progesteroni me blu. Fazën e parë të ciklit e ka estrogeni, e zhvillon që në pubertet. I jep ciklin dhe ditën e 14 ciklit, çdo cikël ka një qëllim, duhet piqet një vezë. Këtë ka dhënë Zoti. Dhe ditën e 14 truri i jep një sinjal tjetër me hormonin tjetër luteinizimit dhe del progesteroni, i cili quhet hormoni i lumturisë. Sepse ai krijon një qetësi, krijon një gjumë, krijon një gjendje qetësie dhe e maturon vezën e pjek. Dhe nga vendi ku veza del dhe shkon dhe bashkohet me princin dhe martohen, ky vend ku doli veza prodhon 100 fishë progesteronit. Dhe progesteroni është ai që mban gjallë vezën dhe që mban ushqimin dhe e çon fëmijën deri në lindje. Dhe nëse këta të dy hormone nuk luajnë në skenë në mënyrë të ekuilibruar, krijohet një sëmundje rrezikshme që jep kancerin, që jep dhe këto patologjitë që thash unë, dhe që quhet mbizotrimi i estrogenit ose dominanca estrogenike. Dhe ku janë shkaqet? E para, dhimbje të forta gjatë ciklit, cikël me hemorragji, cikël me amenore njerë në 3 muaj, cikël me krampe, cikël me ndjeshmëri të gjoksit, cikël me fibrokistike adenoma të gjoksit, cikël dhe ndryshimet me mishtue, me fibromioma, me leomioma. Dhe e fundit është që gratë psojnë një gjendje stresi, një gjendje ankthi. Dhe kjo gjendje bën një pagjumësi, bën një lodhje, agresivitet, bën një dhimbje koke, bën ka një migren të ciklet menstrual. Dhe të gjithë në Shqipëri, fatkeqësisht, çdo dhimbje quhet normale. Dhe mandej kur vjen ke mjeku, i thotë dëgjoj, t'japin kontraceptiv. Dhe kontraceptivat janë shkatrues. Pse? Se kontraceptivi ka estrogen. Ajo ka tepër, ti je prap. Dhe çfarë ndodh? Fitimi i peshës. Dhjami, yndyra viscerale e abdomenit dhe organeve bën një gjë. Ka 2 simptoma shumë të rënda. E para është sepse estrogenet prodhohen nga vezorja, prodhohen nga dhjami, prodhohen nga gjendra viveshkore. Dhe është suksesi i madh që të gjitha gratë që janë post-menopauzë, që mbaron cikli, këtë hormone marrin nga gjendrat viveshkore. Sa të rëndësishme janë për jetën. Dhe tani në këto vajza të reja kanë një bipesha prodhon estrogen,
estrogenët, dhjami prodhon estrogen, këto estrogen janë më tepër dhe nuk piqet veza. Dhe ka probleme të mëdha. E para është pagjumësia, e dytë arritja i dyrave gjak, sidomos trigliceridet, të cilat janë yndyrna që bllokojnë autostradat, velat e gjakut dhe bëhet gati për goditje në zemër. Dhe e treta është që këto janë infertile, nuk lindin dot, nuk kanë cikël normal, sepse një cikël menstrual që nuk ka një raport eksakt, perfekt të këtyre dy hormoneve, nuk ka ovulacion, nuk ka fekondim. Pa fekondacion nuk. Është një smundje që quhet, që hyn në çrregullimet endokrine dhe quhet ovari polikistik, ku vajzat kanë dhimbje të forta, kanë një mungesë një herë 3 muaj, një herë 4 muaj cikël dhe mund të qellojë që të ngelen, por përgjithsisht kanë bipesh, kanë tension, kanë yndyrna, kanë prezencën e hormonit mashkullor në gjak, dalin akne, dalin qimet në gjoks të kudo. Ku atje në të gjitha sipërfaqet e lëkurës që del ke mashkulli, nuk do të ketë pilozitet ke femrat. Është dhe një smundje tjetër shumë e tmerrshme që quhet endometrioza. Unë kam dhënë një mendim një herë në një bisedë që duhet blidhet parlamenti dhe të gjitha këto gra që janë me endometriozë në rrugë mjekësore do të marrin 2-3 ditë pushim, këtë që ka bërë Shpanja para ca vjetësh, sepse ndodh një gjë jashtëzakonshme. Fluksi menstrual në vend që të dalin nga vagina, jashtë, kthehet mbrapsh dhe shkon në të gjitha organet e trupit, shkon dhe në tru, dhe kur vjen ditë e ovulacionit, shpërthen gjaku kudo. Dakor, për 2-3 ditë që thonë dhe dhimbjet janë të jashtëzakonshme, inflamacion jashtëzakonshëm, jep infertilitet, nuk lindi dhe do 10 vjet diagnostikohet. Dhe është 50% e grave në glob. Dakor, ju thatë që të marri pushim, a kjo do ndodh, se zvaret nga pushimi që do të marrë zonja? Zonja është e paaft për të shkuar në punë, për në shkollë, kudo. Dhe ajo ka dhimbje të jashtëzakonshme me probleme të tjera, të cilat japin ngjitje, japin hemoragji. Imagjino tash të vej ajo në mëlçi dhe të japi hemoragji, të vej në zemër, të vej në tru dhe të japi, sepse janë endometriale që ju përshtaten hormoneve dhe në ditën e 14 krijojnë, quhet endometrioz. Bile unë do ta kisha dëshirën, qoftë do arrish, që kirurgët tanë të japin një emision televizor se ç'është endometrioza dhe laparoskopia si hiqet. Ne kjo me përuar vetë dhe i quajmë grumbullim gjakut, kiste çokoladë, vezoret, mitra, pjesët e tubave, kudo krijojnë kiste hemorragjike, grumbullimi i gjakut, se s'ka ku të shkojnë. Dhe ajo krijon ngjitje, krijon dhimbje, por të gjitha këto japin dhimbje të padurueshme. Kuptoj. Ne si mund ta ndihmojmë një njeriu tonë i cili vuan nga këto? Ne në shtëpi mund ta ndihmojmë dot? Ne çfarë ndihmë mund të japim ose si duhet të sigurohen gratë që mos të kenë të tilla gjëra? Apo e para gjë që them unë është që neve këtu na mungon informacioni dhe na mungon kultura për shëndetin. Bile kam arritur në disa përfundime na njerë që në Shqipëri shëndeti është i fundit. Dhe e dyta, duhet të ushqemi në mënyrë të rregullta. Dieta, nuk ka ilaçe shumë. Për këto që diskutuam deri tani, e para gjë është dieta. Dieta ushqimore. Do me thënë, që janë ushqimet të shpejta, që janë ushqimet paketura, që janë ushqimet përpunuara, që janë karbohidratet e përpunuara, makaronat, orizi, brumrat, salamerinat, suxhukrat, hotdograt. Unë shikoj të rrugë Elbasani student që hanë vetëm sufllaqe me hudhë dhe me vesh derri dhe Coca-Cola. Kjo është, jo. Ku të gatuajnë shkretë? Ne në jetën tonë kemi 100 trilion mikroorganizmash. Dhe kjo mikrobiom që kemi në këtu, është në tokë, është në ajër, është në atmosferë. Dhe këto 100 trilion, nga cilat ne duam të heqim qafe disa, kanë sheku që kanë hyrë, dhe në sajt ata na mbrojnë. Dhe pa ata nuk jetojmë dot.
Dhe ne duhet të ushqemi që të mbajmë këta. Se për shembull, një njeri, kam thënë në të bisedë, burrat që kanë gjoks shumë, burrat që kanë bark dhe kanë kthyer rripin kështu nga barku, janë femra. Dhjami prodhon estrogen. Dhe këto estrogen që prodhon dhjami, i tyre bën që të kenë sindromin metabolik, të kenë obezitet, të kenë diabet, të kenë hipertension, të kenë hiperlipidemi, të kenë probleme të alergjive, të gjithë më dhe. Dhe sepse pesha dhe yndyra dhjamore është një nga fenomenet kryesore, Zoti e ka bërë njeriun që tjetë 3-4 kg në gjatësi. Kemi thënë Dhe për gratë kisha këtë mendim. Në çdo moment, unë dhe kur i pyes në njerë, më kam pasur pak dhimbje nga kështu, nuk vënë, nuk e kanë informacionin dhe nuk marrin atë që duhet. Në shumicën e rasteve ju japin kontracepcion. Në shumicën e rasteve për një kruare, për një djegje, për një shqetësim nga poshtë, për një që do marrë ovlat me antibiotik. Antibiotikët duhen përdorur për jashtë rrezikëteje. Nuk merret antibiotiku kot, se ke një gjë vogël. Antibiotiku është antibio kundra jetës. Dhe antibiotikët e shumë që përdoren kanë krijuar tani tashmë një mikrob super të madh dhe rezistencë mikrobike. Për shembull, një njeriu, një burri apo një grua që i del një urinë me Escherichia coli. Escherichia coli është banor autokton i zorrës tonë në tërë planetin ku janë njerëzit. Dhe kjo, kur bie rezistenca, kur krijon disbiozën, kur krijon kapslikun, diaren, dhimbjen e barkut, thyrjen e barkut, gazdat, kjo tregon që është çrregulluar ritmi i mikroorganizmave ta. Ne kemi 2 tru. Ky është i pari, sistemi nervor dhe sistemi intestinal. Kështu i themi dhe ne. Nëse pema i ka rrënjët në tokë, njeriu i ka rrënjë në zonën e trashë. Dhe nëse kjo disbioz shkatërrohet, njeriu humbet rezistencë. Dhe është një nerv që quhet nervi vagus, autostrada e dy truve. Dhe sot mikrobioma duhet hash që të ushqesh mikrobioma. Dhe yndyra e tepërt, do hidhem dhe njëherë te fjala e parë, ka të bëjë me qelsin e bravës që është insulina. Një njeri, insulina është deri në 22-23, do të ketë 7 insulinë. Dhe insulina është qelsi që hap dyert e qelizave, që merr glukozën, që krijon energjinë dhe që ka vitalitetin. Mbi të gjëra kjo është. 3 gjëra ka njeriu, domethënë. Ka oreksin, ka gjumin, ka dhe daljen jashtë, të 3. Gjumi është ekuivalenti perfekt i të gjitha hormoneve. Nëse ti nuk fle, do 7 kafe të shkosh deri në darkë. Kështu që gjumi dhe elektronika do të flerë gushin për të. Sepse kjo krijon rrezatim diellor infrakuq. Në tru deri ke hipotalamus. Ne kemi 3 sy. Këto janë 2 sy të kemi ne, kemi edhe një sy diencefalon, që quhet gjendra pineale që bën zgjimin dhe që prodhon një hormon që quhet melatonin, e gjumit. Pra, duhet darka të hahet në orë 7, e lehtë dhe në orë 10 duhet të shkosh në gjumë. Televizori është armiku esencial i gjumit. Gjumi prodhon hormonet, gjumi revitalizon organizmin. E dyta, dalja jashtë. Në asnjë mënyrë nuk do të përdor laksativ. Dalja jashtë, zora është universi i jetës. Dhe zora duhet të respektuar. Dhe ushqimet tërësisht më të mira janë. Farat kia në mëngjes, far liri, 2 vezë, 3 vezë, 4 vezë në tash mëngjes, një mollë. Ka i shumë? Po. Dhe veza është ushqimi më i shkëlqyer që ul kolesterolin. Çdo njeri që ecën në këtë tokë do të hajë 2 vezë. Dhe pastaj fasulet kuqe 2 herë në javë, thjerrza të shkëlqyera 2 herë në javë, qiqra 2 herë në javë, bizele 2 herë në javë, preshi, spinaqi, tëra lakrat, jeshilliqet, karotat, brokoli, gjitha, sardelet.
sepse në Shqipëri unë nga bërë dy gjëra. Në konsultat që kam bërë unë, te gratë më gojë dy gjëra, dhe te burët. Ferritina, vitamina D3. Dhe sot shkenca ka vërtetuar që vitamina nuk është vitamin. Vitamina D është hormon, prodhohet nga lëkura, dhe që ti të kesh vitaminën në gjak, duhet punoj mirë me qezez, duhet punoj mirë veshka, që të krijohet 25 OH-ja që del në analizën e gjakut. Dhe vitaminën D duhet ta kesh 70. Dhe nuk është e vërtet, absolutisht, mund t'ule me këtë doj, që ka një parametër 30 dhe thot mere ke ik. Jo, s'është vërtet. 30-a nuk është gjë. Sidomos për moshët e reja, edhe për ato të kaluara. Vitamina D ka normën 150 dhe duhet jetë ke 70-a. Minimalisht gjithë njerëzit ta kenë 55. Vitamina D është shëndeti i trurit, shëndeti i zëmrës, shëndeti i kockës. Nuk futet asnjë gram kalcium në osteoblast pa vitaminë D. Vitamina D është hormon, futet në qelizë, futet në ADN, futet në bërtham, krijon imunitetin. Po të kesh një vitamin D të lartë, nuk ke as virus, as rrif, as ruf, as grip, as probleme patologjike. Rregullon trurin, zëmrën, kockën. Shqiptarët rrinë, shumica, jo të gjithë, në makinë, në zyrë, edhe në shtëpi. Dhe duhet të dalësh 20 minuta, dhe mund të shkuton diell. Dielli dhe suplimentet. Unë kam parë gra shtatzane me ferritin 5. Ferritina është rezervë e hekurit në gjak. Dhe bëhet një analizë gjaku që quhet retikulocit, që nuk e bëjnë gjithë. Retikulociti tregon eritrocitin e ri që del mbasi vdesin çdo 3 muaj rivitalizohet gjaku. Vdesin. Ata që kanë duart e ftohta dhe këmbët e ftohta për herë, është një tregues një ndër shkaqet kryesore të lodhjes është mungesë e vitaminës D dhe anemia. Anemia, rezerva e hekurit të gjak, është koeficienti i trurit. Truri duhet ta ketë koeficientin e oksigjenit. Jo, gjithë kjo që shikojmë ne në këtë studio të bukur e ka bërë dorë e njeriu. Ama një gjë nuk e ka bërë dorë e njeriu, e ka bërë Zoti. Kush është? Është oksigjeni. Atëherë, këtë oksigjen që ka dhënë Zoti, që unë ta marr, duhet të kem karburant. Karburant është hekuri. Karburant është hemoglobina, është rezerva. Nëse unë e kam një retikulocit 0,5, unë jam deficient në hekur, në rezistencë, në gjumë, në lodhje, në riprodhim. A rregullohet? A rregullohet ky raport? Rregullohet. Rregullohet. Nëpërmjet barnave. Me njëherë. Barna të ushqim. Për shembull, vitamina D kërkon sardelet, kërkon peshkun. 2 ditë në javë është mirë që ta hash një mëlçit vogël në zgar me një gotë verë të kuqe. A mos ta kërkon këto tani? Do. Vere tani na kuqe. gopi me fasule tani na. Vere kuqe, po, 2 ditë ja për vitaminën D ta bëjmë. Atë ta bësh bashkë me gruan tënde, ta pish edhe me verë të kuqe sepse ka rezervatrol edhe të shton jetën. Po vitamina D burimin e ka dhe te mëlçezes. Në darkë shpeshherë mund të hajë njeriu një ose sardelet blera në pazar ose konserva që kanë omega 3. Omega 3 është kryesore. Është shumë e mirë dhe largon polifenolet dhe shiko, njeriu oksidohet njësoj si hekuri. Dhe duhet të mbahet vitaliteti. Duhet të mbahet vitaliteti dhe kjo është vetëm dieta. Vetëm dieta. 68 gota ujë të pirë, të jetë hidratuar dhe të kesh vitaminën D 70, ferritin 95. Dhe spermën me 55, me 75% të shpejt që t'jenë marinës amerikanë dhe që të kalojnë 7 lumen, 7 liqen, 7 dete. Dhe ju kam thënë dhe grave që ato që slipin duhet korrigjohet mashkulli, unë zakonisht meshkujt i duat parat, nuk merren me gratë, do vi ai, do vizitohet, do të historinë e smundjes si e ka djem të mirë, të shëndetshëm, që kanë probleme të mëdha me riprodhimin dhe që sa po afrohen për të bërë një marrëdhënie, bëjnë ejakulacion me njerë dhe është e pamundur të ngresh atë. Dhe kjo me ato mitokondrit që t'ju i thashën juve,
ja 400.000 ca që ndodhen dhete trupi spermatozit dhe ne jemi në gjendje që të ndesim motorën atyre. Dhe do ja ndesim. Ja ndesim. Me këtë fjalë të doktorit duam ta mbyllim këtë podcast duke të uruar shëndet, jetë gjatë, të paqim kështu nga hera, të na japësh mendje. Dhe unë jam shumë i lumtur që të kam ty këtu sot dhe sinqerisht është e vërtet që është kënaqësi që jemi të dy. Të falenderoj edhe një herë. Edhe një herë, quaj shumë kënaqësi që të kam këtu. Miq, miru takofshim në podcaste të tjera.